Bismillahirrahmanirrahim. Mirë se vini në serin tonë mbi 40 hadithet e Imam Nawaviut, Allahu e mëshiroft, ku çdo javë analizojmë nga një hadith të pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, hadith që shpresojmë të ketë ndikim pozitiv në jetën tonë. Nga Ebu Dharri dhe Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhuma, nga këta dy shok të profetit ton Muhammed, transmetohet se i dërguari i Allahut ka thënë: friksohu prej Allahut, bëhu i devotshëm ndaj tij, sido dhe kudo që t'jesh. Të keqen, pasoje me një të mirë, sepse e mira do ta fshijë të keqen. Sillu ndaj njerëzve me mirësjellje. Me të drejtë mund pyesim se cilat janë dobit, mësimet apo mesazhet e përcjellura nga ky hadith i profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Themi se hadithi përmban formulën për marrëdhëniet e ekuilibruara të njeriut me krijuesin e vet, të njeriut me veten e vet, dhe të njeriut me njerëzit e tjerë. Ky hadith na mëson se si ta gjejmë qetësinë shpirtërore, si të prehemi në paqe me veten dhe si të mbretërojë mirëkuptimi në rrethin shoqëror. Kjo fjalë e pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam gjithashtu na mëson edhe kriteret e vlerësimit në Islam. Na mëson se kush është i vlerësuar tek Allahu dhe kush është i vlerësuar tek njerëzit. Për muslimanin nuk ka vlerë raca apo ngjyra, nuk ka vlerë dialekti apo gjuha, nuk ka vlerë prejardhja apo gjinia, statusi ekonomik apo shoqëror, por e rëndësishme është sa njeri je, sa njerëzillëk ke, çfarë zemre dhe çfarë shpirti ke, sa virtyte të larta posedon. Marrëdhëniet mbahen të ekuilibruara nëpërmjet realizimit të detyrimeve ndaj Allahut subhanahu wa taala, krijuesit ton, detyrimeve ndaj vetvetes dhe detyrimeve ndaj njerëzve. Me drejt mund pyesim se cili është detyrimi jon ndaj Allahut subhanahu wa taala. Detyrimi jon ndaj Allahut është devocioni, përkushtimi, friga prej Allahut azza wa jall, ruajtja nga ndëshkimi i tij, zbatimi i porosive hynore, praktikimi i punëve të mira dhe largimi nga punët e këqija. Devocioni është ajka e çdo pune të mirë dhe qëllimi final i fetarisë. Me të drejtë mund pyesin dikush dhe mund të thotë se ç'është devocioni? Çfarë do të thotë të jesh i përkushtuar dhe t'ja kesh frikën Allahut subhanahu wa taala? Devocioni është përkufizuar nga dietarët e muslimanëve me definime dhe përkufizime të shumta, por ne mund ta përmbledhim devocionin me fjalinë e mëposhtme. Mund të themi se devocion do të thotë t'i bindemi Allahut dhe të mos e kundërshtojmë, ta përmendim Allahun dhe të mos e harrojmë, ta falenderojmë dhe të tregohemi mirënjohës ndaj tij dhe të mos e mohojmë. Devocioni është porosia hynore për të gjithë ummetet dhe profetet e tyre. Allahu azza wa jall në Kur'anin famlart, në surën An-Nisa, ajeti 131, thotë: ne i kemi porositur atë që u është dhënë libri para jush dhe juve. Ju kemi porositur, friksojoni Allahut. Ndërsa pejgamberi ynë Muhammed sallallahu alaihi wasallam përgjithsisht të gjitha ligjërimet e tija i çelte me 3 ajete kuranore. Emëruesi i përbashkët i këtyre 3 ajeteve është: keni frikë Allahun, friksojoni Zotit tuaj, tregohuni të devotshëm dhe të përkushtuar ndaj Allahut subhanahu wa taala. Normalisht frytet e devocionit dhe të frikës ndaj Allahut janë të shumta, por më kryesoret që mund t'i përmendim janë xheneti i Allahut, bereqeti i tij, dashuria hynore, lehtësimi i çështjeve të dynjallëkut. Çdo kush që ka frikë Allahun azza wa jall
e meriton xhenetin. Çdo kush që i friksohet Allahut subhanahu wa taala e meriton dashurinë hyjnore. Çdo kush që ka frikë Allahun azza wa jall, Allahu ja lehtëson punët e dynjas. Le të sjellim ndërmend disa ajete kuranore, të cilat e vërtetojnë këtë koncept që sapo e them. Në surën Maryam, ajeti 63, Allahu subhanahu wa taala në Kur'anin famlar urdhëron dhe thotë: Ky është xheneti që ne u japim në trashëgim robërve tanë të devotshëm, të përkushtuar. Ndërsa në surën At-Talaq, ajeti 2, ajeti 3, ajeti 4 dhe ajeti 5, Allahu subhanahu wa ta'ala thot: Ati që i friksohet Allahut, Allahu du t'i gjej rrugdalje nga çdo vështirësi dhe du t'i jap rizq dhe furnizim prej nga nuk e pret. Ati që i friksohet Allahut, Allahu du t'ja lehtësojë çështjen. Ati që i friksohet Allahut, Allahu du t'ja shlyej veprat e këqija dhe du t'ja rrisë shpërblimet. Ndërsa në surën Alu Imran, ajeti 67, të Kur'anit famlar, thuhet: Allahu me të vërtet i do ata që janë të devotshëm. Ndërsa Imam Shafi'iu, Allahu e mëshiroft, një nga imamet dhe koloset e ummetit ton, ka thënë: 3 gjëra janë më të çmuarat: bujharia kur ke pak, devotshmëria kur je vetëm dhe jo në publik, dhe fjala e vërtet para atij personi që shpreson diçka apo atij që i friksohesh. Nëse devocioni është detyrimi ynë ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala, atëherë cili është detyrimi ynë ndaj vetvetes dhe shpirtit? Detyrimi ynë ndaj shpirtit është pastrimi i tij nga njollat e gjunaheve. Shpirti pastrohet me punë të mira dhe me pendim. Puna e mirë dhe pendimi i luftojnë pasojat e gjunaheve siç i lufton ilaçi mjekësor pasojat e smundjeve. Allahu azza wa jall na e fali shpirtin të pastër. Prandaj duhet t'ia kthejmë amanetin të pastërt, ashtu siç i ka hije madhështisë së tij subhanahu wa ta'ala. Në Kur'anin famlart, në surën Hud, ajeti 114 thuhet: Fale namazin në mëngjes e mbrëmje dhe në një kohë të natës, sepse veprat e mira i shlyejnë veprat e këqija. Veprat e mira i shlyejnë veprat e këqija. Kjo këshill vlen për ata që i pranojnë këshillat. Duhet kemi kujdes të kuptojmë qartë dhe drejt se të qenet i devotshëm nuk do të thotë se je i pagabueshëm apo i ruajtur nga të gjitha gjunahet. Edhe njerëzit e përkushtuar mund të bien në gjunahe, por për dallim nga të tjerët, njerëzit e përkushtuar pendohen. Ata kur gabojnë, pendohen dhe kërkojnë falje nga Allahu ose kërkojnë halallek nga njeriu. Kur gabojnë, skuqen nga turpi para Allahut subhanahu wa ta'ala ose para robit. Kur gabojnë, nuk këmbgulin në gjunahun apo gabimin e tyre, reflektojnë dhe menjëherë i shtojnë veprat e mira. Nëse detyrimi jon ndaj Allahut është devocioni dhe detyrimi ynë ndaj shpirtit është pastrimi i shpirtit, atëherë cili është detyrimi ynë ndaj njerëzve? Detyrimi ynë ndaj njerëzve është të sillemi me ata ashtu siç dëshirojmë të sillen ata me ne. Pra kemi bërgj të sillemi me moral të lartë dhe me një mirësjellje. Normalisht edhe pse mirësjellja është pjesë e devocionit, nuk mund të imagjinohet një person i devotshëm, por në anën tjetër i pamoralshëm. Mirëpo profeti ynë Muhammed sallallahu alaihi wasallam, nëpërmjet këtij hadithit sikur ka dashur të tregojë se ai ka e devocionit, ai ka e përkushtimit, është mirësjellja. Prandaj mos i bëj keq tjetrit, por bëj mirë, tregohu i matur dhe durimtar në raportet me të tjerët. Mirësjellja është shkak për të kultivuar dashurinë reciproke në një shoqëri, por jo vetëm.
mirësjellja është edhe shkak për t'u afruar me krijuesin e gjithësisë. Harith el-Muhasibi, Allahu e mëshiroft, një nga dietarët dhe koloset e ummetit ton, ka thënë: 3 gjëra janë të rralla. Rrallë herë, ka thënë, bashkohet bukuria e fytyrës me moralin e lartë. Rrallë herë, ka thënë, bashkohet mirësjellja me devocionin. Dhe rrallë herë bashkohet shoqëria me bestikrin. Nga kjo fjalë e këtij imamit nga imamet e muslimanëve, na tërheq vëmendjen se ka thënë rrallë herë bashkohet mirësjellja me devocionin. Pse? Sepse shumë njerëz devocionin e konceptojnë se të kesh raporte të shëndoshta me Allahun Azza wa Jall dhe i neglizhojnë raportet e tyre me njerëzit. Ndërsa Islami ka kërkuar nga njeriu që tjetë i ekuilibruar në raportet e tij me Allahun, gjithashtu në raportet e tij me njerëzit. Ashtu siç kemi detyrime dhe obligime në raportet tona me Allahun, kemi detyrime dhe obligime në raportet tona me njerëzit. Siç duhet të tregohemi të kujdesshëm në marrëdhëniet tona me krijuesin e gjithësisë, duhet të tregohemi të kujdesshëm edhe në marrëdhëniet tona me njerëzit. Dhe ajo çfarë i rregullon raportet tona me njerëzit është pikërisht mirësjellja. Profeti ynë Muhammed sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se shenjë e imanit të plot është morali i lartë. Profeti ynë Muhammed sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se çështja që më së shumti rëndon në peshoren e veprave të mira në ditën e gjykimit është pikërisht morali i lartë. Gjithashtu profeti ynë Muhammed sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se nga veprat që më së tepërmi u amundësojnë njerëzve xhenetin e Allahut është morali i lartë. Profeti ynë Muhammed sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se njerëzit më të dashur dhe më të afërt tek pejgamberi Muhammed ditën e gjykimit janë ata që kanë pasur në dynja moralin më të lartë. Duke shpresuar që të takohemi javën që vjen me hadithin vijues, po e lënë amanetin e Allahut subhanahu wa ta'ala, fen tuaj, shëndetin tuaj, sigurin tuaj dhe përfundimin e veprave tuaja, ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.